Thank you very much, Prime Minister, dear Albana. Kryeministër e dashur Albana, të dashur ministra, zëvendës ministra nga rajoni, por edhe nga shtete anëtare të Bashkimit Evropian, të dashur përfaqësues të shoqërisë civile, të dashur përfaqësues të fëmijëve, të rinisë, jam vërtet shumë i kënaqur që Bashkimi Evropian ka bërë të mundur këtë konferencë së bashku me ministrinë dhe me miqtë tanë nga UNICEF-i. Dhe në fakt jam vërtet shumë i lumtur Albana që ju I keni dhënë mundësin një vajzë të re që ta hapte këtë konferencë, sepse mendoj që një nga ato rreziqe që ne duhet të shmangum është një qasje nga lart për rinin, ose që u themi që mund të thoni diçka, pastaj I lëmë mënjan dhe ne vazhdojmë punën tonë. E di që ato do të jenë në shtëpinë e Europës sot, do t'u jap atyre një mundësi jo vetëm që të avokojnë, po do t'u jap edhe atyre mundësinë që të kontribuojnë për të formësuar politikat nga të cilat ata do duhet të përfitojnë. Pra, jam vërtet shumë I kënaqur që ne po flasim për këtë çështje kaq të rëndësishme në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe që të bëjmë të mundur që diskutimi I sotëm të jap kontributin e vet në mënyrë që çdo fëmijë të ketë të ketë mundësi për të drejta bazë si shëndeti dhe arsimi, sepse kjo është e rëndësishme në mënyrë që të gjithë fëmijët e në veçanti ata që përjetojnë përjashtimin social për shkak të varfërisë apo formave të tjera të disavantazheve që duhet pra të kenë shanse të barabarta. Kur punojmë për politika dhe strategjitë tona, një nga pyetjet e rëndësishme që duhet bëjmë është apo bëjmë aq sa duhet për të rinjt, apo bëjmë mjaftueshëm, apo u japim atyre mundësi për të arritur suksesin. Kjo në fakt është e rëndësishme në veçanti për rajonin në të cilin ka ende largim të trurit. Në nivel të Bashkimit Evropian, ne dëshironim që t'i përgjigjeshim kësaj thirrjeje. Këtë e bëm me anën e shtyllës europiane të drejtave sociale dhe më pas kjo ka qenë pas objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm që ne kemi patur në fakt pikërisht edhe reagimin që kemi bërë për të dyfishuar përpjekjet tona për të trajtuar të gjitha ato pabarazi dhe në planin e veprimit që bazohet tek shtylla europiane ne kemi objektivin ton për një Europë të fortë sociale, e cila nuk ka të bëjë thjesht me disiplinën financiare, por edhe me pabarazit. Dhe një nga objektivat që do duhet të arrihet deri në vitin 2030 është ulja e numrit të personave që janë në rrezik varfërie apo në rrezik nga përjashtimi social në të paktën 15 milion në përgjithësi dhe shifra për fëmijët është 5 milion. Të paktën 5 milion fëmijë nuk duhet të jenë më në varfëri. Dhe në këtë kontekst, ne shikojmë garancinë për fëmijët si një nga programet më kyçe për të përmirësuar dhe për të ofruar mbështetje të shënjestruar të rinjve. Këtu bëhet fjalë për disa masa konkrete, sepse ne dëshirojmë të kalojmë nga fjalët tek veprat, në mënyrë që fëmijët të kenë qasje efektive në shëndetësinë falas, qasje në arsimin cilësor dhe të lirë, të kenë mundësi gjithashtu që të kenë strehim me dinjitet, por edhe për të patur ushqimet dhe nutricionin e duhur. Jam vërtet I kënaqur që sot ju keni ftuar edhe përfaqësues nga shtete anëtare të Bashkimit Evropian, duke u ofruar atyre mundësinë që të ndajnë me ju përvojat dhe praktikat e tyre më të mira, që Shqipëria të mësoj për të marrë pastaj politikat që I shkojnë asaj më mirë për shtat. Në fakt, kjo duhet marrë parasysh për të gjithë shoqërinë, sepse po të vëmë në prioritet mirëqenien e të rinjve dhe të fëmijëve, atëherë do të ketë zhvillim më të qëndrueshëm dhe ecuri më të mirë sociale. Pra ne duhet sigurohemi që ata kanë shëndetësinë, arsimin e dur, zhvillimin e dur emocional, sepse kjo do të na sjellë individ më të mirë me një të ardhme më të mirë dhe nga kjo do të përfitojë e gjithë shoqëria. Dhe nga këndvashtrimi ekonomik, duhet dhënë kontribut edhe për integrimin e tyre më të mirë në tregun e punës dhe në jetën shoqërore, në mënyrë që tranzicionin nga shkolla në punë ta kalojnë në mënyrë më të lehtë, duke u ofruar atyre edhe mundësi më të mira ekonomike, sepse Shqipëria ka rini fantastike dhe ata janë investime tek e ardhmja e Shqipërisë.
Por siç e thash edhe më parë, në mënyrë që të kalojmë te kjo, na duhet të kalojmë nga fjalat tek veprat. Dhe ashtu siç e tha edhe komisionerja Kozja gjatë vizitës së saj në Shqipëri dhe ashtu siç e kam përsëritur edhe unë, procesi i antarësimit nuk do të thotë vetëm miratim legjislacione, por kërkon shndërrimin e të gjithë shoqërisë në të gjitha aspektet e saj. Dhe siç e dini edhe ju, sipas negociatave për antarësim, të drejtat e fëmijëve janë pjesë e grup kapitullit të themelor, ndërsa legjislacioni i BE-s për politikën sociale dhe arsimin mbulohet nga grup kapitulli 3, i cili shpresojmë do të hapet së shpejti. Për shembull, sipas grup kapitullit të themelorëve, Shqipëria ka ndërmarrë disa angazhime të rëndësishme, si përfundimin e tranzicionit nga kujdesi me bazë komunitetin, pra përfundimi i institucionalizimit, duke përfshirë këtu dhe fëmijët me aftësi të kufizuara dhe ne po punojmë shumë me ministrin për të arritur këtë objektiv. Por, më në përgjithësi, vendet kandidate pritet që ato të krijojnë të gjithë kuadrin e dur dhe të domosdoshëm për të patur këtë mjedis që lejon ecjen përpara të rinisë, duke u ofruar studentëve aftësitë që u duhet edhe nga tregu i punës, dhe të përmirësohet situata e të rinjve duke krijuar më shumë mundësi dhe më shumë mundësi të barabarta për punësim me dinjitet, si dhe të përpilohet dhe të vihet në zbatim plani i veprimit për të drejtat sociale në përputhje me atë të BE-s. Prandaj, pata kënaqësinë kur dëgjova që Shqipëria ka ndërmarrë disa hapa paraprake për përpilimin e garancisë për fëmijë, duke përfshirë atë në strategjinë kombëtare të mbrojtjes sociale, duke u fokusuar tek të drejtat fëmijët dhe tek skema asistencës ekonomike për fëmijët. Pra, BE-ja është këtu për të shoqëruar të gjitha vendet kandidate në rrugtimin e tyre të reformave, përfshirë politikën sociale dhe kjo nëpërmjet mekanizmeve të reformave dhe planit të rritjes. Siç e dini, ky është një mjet i ri që ofron Bashkimi Evropian për të lehtësuar hendekun socio-ekonomik ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të BE-s, duke u sjellë përfitime përpara antarësimit vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo ndihmës vjen me një mbështetje substanciale financiare për reforma, 6 miliard euro në grante dhe huadhënie për zbatimin e reformave. Gjithashtu, Bashkimi Evropian ofron mbështetje në fushën e arsimit dhe politikave sociale për fëmijët me anën e programeve si BE-ja për shkollat, BE-ja për gjithëpërfshirjen sociale, BE-ja për mosimdhënien gjithëpërfshirëse, BE-ja për rinin e të tjerë. Ndaj, konferenca e sotme është një hap tjetër i rëndësishëm në drejtimin e dur për të zhvilluar politika më të mira për mbrojtjen sociale në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndaj në mbyllje më lejoni që të përgëzoj kolegët tanë shqiptar që kanë marrë këtë nismë, që na kanë pritur të gjithëve në këtë konferencë dhe në që kanë ofruar mundësinë që ne të ndajmë ekspertizën dhe përvojën e cila padyshim do të sjellin në përpilimin dhe zbatimin më të mirë të gjitha këtyre politikave. Faleminderit shumë të gjithëve.